10 years. 10, 5. 10 vjeç e 5 muaj, jemi duke ecur në bregun e detit në Emirates Palace, një prej hoteleve më të mëdha ku ofrojnë dhe shëtitjen me gamile për, po e quaj, pjesën e klientëve. Ky është plazhi privat që kanë, është goxha i bukur. Përballë është plazhi komplet i dedikuar. Ky është plazhi i hotelit dhe është plazhi dedikuar i Palace. You are from here, from Abu Dhabi? From Bedouin Desert. From Bedouin Desert. Yes. Është tradita e gamileve, është e famshme në botën arabe. Është një nga traditat kryesore me të cilën beduinët kanë jetuar gjithmonë. How often the camel drink water? Camel 3 days. 3 times a day, huh? No problem. No water, no food, no problem. No water, no problem. How long they can stay without water? In desert, Yes. you must try. Yes. Maybe 10 no water. 10 days. Deri në 10 ditë, thot ky, mund të qëndrojnë pa pirë ujë. Gamilet, dhe kjo është çështja që ne i themi deve disa gamile që i përdorim për këtë gjë, pra i përdornin për këtë gjë, për të ecur shkretirë në mungesën e ujit. Kultura beduine është e jashtëzakonshme. Në fakt, karavanet niseshin nga një pjesë e botës arabe në pjesën tjetër. Këtu jemi tani në plazhin qendror, që është privati Palace. Ai aty është Palace, pjesa e Palace të Palace, pra pjesa po themi kryesore. Mbrapa duken grattacielat e mëdha të Abu Dhabit, ndërsa këtej është pjesa lindore dhe pjesa perëndimore e Emirates Palace, 1.3 kilometra i gjatë në të gjithë gjatësinë e tij. Edhe me një pamje fantastike. Rëra ka ardhur, thash, kur ndërtua Emirates Palace, rëra erdhi nga Egjipti, është rërë rrallë, u vendos dhe një prit përballë që dallgët mos e marrin më, mos arrin ta marrin rërën. Për të lëvizur nga një cepi hotelit në tjetrin, do duhet gjithmonë një bagi, që domosdoshëm. Pjesën qendrore të saj. Salah, how old are you? From Albania. Yes. Holidays, yes. Po pyeta jemi për pushime, thash jemi për pushime, sa ti shpjegoj se për çfarë jemi këtu. Përballë është hoteli Rixos, i cili ka imituar hotelin e famshëm Atlantis të Dubait. Edhe po vazhdojmë, thash, kultura e karvaneve ishte një kulturë e jashtëzakonshme arabe. Pikërisht fal karvaneve ata filluan të lëvizin si tregtar në të gjithë globin, nga njëra anë në tjetrën. Gjëja e tyre është, po quaj, mënyra si ata kanë lëvizur në përbotën arabe, në Afrikën e Veriut dhe një pjesë të Azisë është impresionuese, padyshim në Europë, ishin mjeshtrit e parë të tregtisë arabët, të cilët lëviznin nëpër të gjithë këto zona, kryesisht për tregtinë e mallrave që i ngarkonin mbi këto deve, pra të gjitha. Duhet bëj dhe një selfie që të jem tamam. Pra jam maj të Gamiles, duke ecur bashkë me mikun tim Salah në zonën Emirate Palace.
është pjesa që e përdorin kryesisht për turistët ose për po quaj pjesën e guest të hotelit. Jam duke afruar prapë këtimit. Shiheni se si rrinë rosat deri në rër, rosat shumë bukura. Dalin deri në det. Deti është i pastër, me thënë drejtën, goxha i pastër. Edhe po kthehemi mbrapsht. Kjo shëtitja me kamile ishte shumë interesante. Po të kesh parasysh edhe çajin ose kafen arabe që këta të ofrojnë, që kanë fiksim. Blendi. Jemi duke u kthyer në zonën qendrore. Shumë e këndshme xhiro. Salau që nga figurë. Po mbrim. Vendin ku duhet. Vinë dhe fëmijët për të lëvizur me kamile. Tani do shifni edhe kur të muli. Da, janë me zjevu, ne. Shishi si ulet. E keni parë si ulet gamilja, shifeni. Op. Wow. Thank you very much, Salah. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, my friend. Goodbye. Thank you. Right?